atëherë cili është një nga brokerat më të mirë që mund ta përdorim? Për mendimin tim, është brokeri më i ri që është krijuar tashmë dhe quhet Trading. Pra, është një kompani e cila është në pronësi të Khaled, i cili është CEO i Funding Pips. Pra, si të themi, Trading dhe Funding Pips kanë mbështetjen e njëra tjetrës. Pra, është domethënë një krijim i kësaj kompanie, i Funding Pips. Kështu që kjo më bën akoma më shumë domethënë të sigurt që për aq kohë sa kjo kompani është kaq mirë për të nxjerrë një broker në treg, atëherë edhe brokeri do jetë me vlera të mira, domethënë, për sa i përket kësaj gjëje. Trading është i aksesueshëm për shqiptarët, besoj duhet të jetë i aksesueshëm edhe për Kosovën. Dhe fillimisht ajo çka bie në sy për këtë broker është që ka tre modele, tre modele accountesh që mund t'i përdorim. Nuk ka slippage sepse e kam përdorur vetë. Domethënë në momentin e hapjes të një tregtie nuk ka ndryshim çmimi, po ashtu nuk ka as kur e mbyll tregtin, domethënë. Ka leverage up to 1/2000, e cila është gjë shumë e mirë nëse keni kapitale të vogla, për shembull $50 dhe doni pothuajse ta rrezikoni të gjithën, me këtë leverage lejohet. Kjo është trading.com, dhe kjo është faqja kryesore e këtij brokeri, i cili ka këto tre lloj accountesh. Është standardi, i cili ka spride, domethënë që janë të vlefshme, domethënë mund t'i pranosh si spride, sepse unë këtë përdor standardin. Komision nuk ka, mund t'jep mundësinë që të kesh leverage deri në 2000, pra 1/2000. Depozita minimale është $10, s'ka komision, spritet janë të mira, çdo lloj strategjie është e pranueshme, dhe kjo është për sa i përket standardit që unë e përdor vetë. Është akaunti i cili nuk ka spride fare. Pra, lloji i akauntit që spritet i ka 0, por ka komision $7 më duket për një lot a diçka e tillë. Po ashtu ofron të njëjtën leverage, dhe minimumin e depozitës kjo e ka $500. Kështu që këtu janë dhe të gjitha, si të themi, cilësitë e brokerit. Pra, spritet që janë pothuajse 0, komisioni i ulët, ekzekutimi i mirë, trading tools, ke një menaxher accounti të dedikuar, etj. Pra, si të themi, ky është më me prioritet për këtë broker, si lloj accounti. Kemi dhe swap free, i cili normal spritet janë më të mëdha, nuk ka komision, dhe domethënë në momentin që ti ke një tregti aktive gjatë natës, kur ndrohet daily, nuk të mbahet komisioni negativ ose pozitiv. Ja ku thot no overnight fees, pra nuk ka komisione në natë. Ky është një shpikje, si të themi, e Funding Pips, e shikoni dhe këtu. Dhe mund të bëni, kjo është si themi, me favorshmja, sepse këtu mund të depozitoni si me bank, si me kripto. Pra, e lejon këtë pjesën e kriptove që të depozitosh. Kështu që edhe kjo është shumë gjë e mirë. Ne
gjatë këtij moduli, domethënë, këtij manuali do shpjegojmë edhe si ta hapim një account, si të depozitojmë, si të bëjmë të gjitha gjërat e nevojshme. Po si broker, unë ja u sugjeroj të përdorni këtë broker trading. Shihemi në videon e radhës.